Historiani i shquar shqiptar nga Peja, profesor doktor Yahya Drançolli, ka publikuar një letër të rrallë dhe të vjetër, saktësisht 568 vjet të firmosur nga vetë dora e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Drançolli ka thënë dhe shpjegimin e letrës autografe, të cilën Skënderbeu i dërgonte bujarisë së Republikës së Sienës në Itali. 568 vjet më parë, 8 gusht 1451, letër e rrallë autografe Skënderbeut, dërguar bujarisë së Republikës së Sienës në Itali. Letër autografe në fjalë është e njohur për njërën ndër 10 letrat autografe të nënshkruara nga vetë dora e Skënderbeut, që ruhen në arkivat të njohura të botës, në Rom, Venedik, Milano, Napol, Paris, Zagreb dhe Beograd. Kjo letër autografe shkruar sipas shkrimit humanist të kohës së latinishtes dhe italishtes, është një fragment i shkurtër i shkëputur nga një histori madhështore. Ky dokument i çmueshëm i dërguar nga Lazri, abati i Arbërit, është shkruar në një kartë të rëndom të Baboguine të kohës, dhe siç shihet nga faksmili në të dy anët e fletës, ruhen shenjat e vulës të Skënderbeut, që mban datën 8 gusht 1451, ndërsa bujarisë së Republikës së Sienës u kishte rënë në duar më 13 shtator 1451. Burimi Arçinov di Stato di Siena, shkuan Drançolli.